Është ende herët për të parë efektin që ligji kundër duhanit në ambientet e mbyllura publike do të ketë efekt në një qytet të ftohtë si Korça. Kjo pasi moti i ngrohtë vijon të mundsoj duanpirësve qëndrimin jashtë në lokale. Për ata që nuk e konsumojnë cigaren, ndalimi i pirjes brenda lokaleve shihet si një hap pozitiv. Klientët besoj se do mësojnë zakonisht nga dita në ditë me këtë ligj dhe do ndikojë gjithmonë në të mirë të tyre dhe në të mirë të ambienteve. Por nga ana tjetër, ata thonë se e kanë të vështirë të denoncojnë shkelësit e ligjit përmes numrit të telefonit të vënë në dispozicion nga Ministria e Shëndetësisë. Për të denoncuar rastet e tilla, ju do ta bëni një gjë të tillë? Jo, unë jo. Po pse? Nuk më duket e përshtatshme. Më mirë të shtohen masat nga ana e ministrisë. Administratorët e lokaleve mendojnë se mos lejimi i pirjes së duhanit në lokale të mbyllura do të ketë ndikim në xhiron e tyre, ndaj kërkojnë që ligji të mundsojë edhe ambiente të brendshme për duanpirësit. Një lokal që mund të plotësojë kushtet, mund të ketë dy ambiente, sepse duanpirësit po ndjenë deri si të persekutuar, po ta quash në thonjza. Megjithatë, vetëm pak kohë nga hyrja në fuqi e ligjit, situata duket se është nën kontroll për drejtorin rajonal të shëndetësisë në Korçë. Janë ndërgjegjësuar vetë personat që punojnë për institucionet. Deri diku e shikojmë që edhe njerëzit e ruajnë, domethënë mundohen ta kenë parasysh që po shkeli ligjin dënohesh. Në të gjitha qytetet e vendit, inspektorët e shëndetësisë vijojnë fushatat sensibilizuese dhe informuese për njohjen dhe efektet e ligjit të ri kundër duhanit.